pyetja e parashtruar këtë ditë që më së shpeshti bëhet është se a do t'i zëm afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri, për shkak që deri në mars është afati i fundit, me 4 mars, kur duhet të nisë procedura e zgjedhjes presidentit të ri, ndërkohë jemi në rinumërim të votave. Tash, ne ende jemi në kuadër të afateve kushtetuese, në kuadër të afateve strikte kushtetuese, sado që për te afateve kushtetuese, mendoj që në këto momente na duhen më shumë afatet apo koha politike, sepse ne jemi në një proces të tranzicionit institucional, jemi duke i renumruar votat, pastaj do duhet që të konstituoj kuvendi i Kosovës, pastaj formimi i qeverisë, grupeve parlamentare, pra du të kemi një strukturë qartë të trupave parlamentit, pastaj të fillohet me procedurat apo me procesin e zgjedhjes, përkatësisht zgjedhjes së presidentit. Mendoj që nëse do të kemi, nëse partitë tona politike do të kenë vullnet politik, mendoj që sado që afatet janë të ngushta, mendoj që mund të arrihen. Profesor, nëse jemi realist dhe i shohim qëndrimet e subjekteve politike, nuk ka qëndrimet konkrete të pasqyruara qartë se si do të veprojnë edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri. Është kjo një sinjal që megjithatë nuk ka gatishmëri për kompromis? Po, mendoj që ne jemi ende në fazën e konstituimit kuvendit, në fazën e formimit të qeverisë, mendoj që tek pastaj do t'ju vije radha, mendoj biseda ma serioze, nëse mund të them kështu lidhur me zgjedhjen e president apo presidentes. Ne i kemi pa disa prononcime. Spari kryeministri Kurti kishte deklaruar që ai spari do të bisedojë me zonjën Osmani. Zonja Osmani ka deklaruar, ka shpreh gatishmërinë edhe për një mandat. Tash këto partitë opozitare kanë qëndrime jo të qarta. As vetëvendosje realisht nuk ka qëndrim të qartë, nëse do ta mbështet zonjën Osmani. Pavarësisht që zoti Kurti e tha se do të takohen, por nuk e ofrojnë mbështetjen për të. Ai tha që do të bisedoj, po unë mendoj shumë, besoj që zoti Kurti do t'i ofrojë asaj votat e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje dhe pastaj për mbetjen do duhet që ajo të kujdesej, sepse dorën zemër zoti Kurti nuk ka dhe mundësi tjetër, sepse ai nuk i disponon votat e partive opozitare, derisa votat e partive opozitare nuk i duhen për formimin e qeverisë. Kështu që partitë opozitare, lidhjet demokratike, në mas të madhe janë deklaruar që ato nuk janë të gatshme për ta votuar, për qëndruar në sallë, në fakt. Nëse nuk do të ketë një marrëveshje politike, tash nuk e di për çfarë marrëveshje politike është fjala, por se mendoj që do të pas zgjedhjes se pas konstituimit të kuvendit, formimit të qeverisë do të kemi një fazë të shkurt, po shumë nxehtë rreth zgjedhjes së presidentit. Është interesante, mendoni jo, që një dinamik do të jetë rreth formimit të institucioneve edhe për konstituimin e kuvendit. Por këtë sigurisën që mund të përdoret për të bllokuar konstituimin e kuvendit nënkryetari nga komuniteti serb. Nëse gjykata kushtetuese vendos që i takon listës serbe një nënkryetar dhe e dim që nuk e votojnë një përfaqësues nga lista serbe, të paktën deklarativisht, asnjëra nga partitë shqiptare. Është edhe kjo një blokadë që mund të ndodhë? Shpresoj shumë se gjykata kushtetuese nuk do të sjell blokada, gjykata kushtetuese i zgjedh me gjetë solucione për te kalimin e krizave dhe e ka këtë mundësi gjykata kushtetuese, sepse nuk është përgjigjur ende në një kërkesë të grupit parlamentar të listës serbe prej zgjedhjeve të kaluara rreth zgjedhjes së nënkryetarit. Ne kemi përvojën prej zgjedhjeve të kaluara dhe nuk mendoj që i zgjedh me qenë problem, veç se nëse gjykata kushtetuese vendos ndryshe dhe në këtë rast e kam përmend edhe te ju, po edhe në studio tjera që do të ishte një precedent shumë i keq, sepse do t'ju jepte, nëse mund të them, një joker partive të caktuara, jo vetëm të pakicave, por edhe shumicës, që në situata të caktuara kur nuk janë të kënaqur me rezultatet zgjedhore, të shkaktojnë situata të cilat do të na çonin në zgjedhjet e parakohshme. Profesor, kur flasim për një marrëveshje politike për çështjen e presidentit, e shihni ju të domosdoshme që
të zgjedhet një president me gjithatë që do të ishin paka shumë të kënaqura të gjitha subjektet politike, sepse ndaj zonjës Osmani ka kritika, si që dim, nga PDK-ja dhe nga LDK-ja, një pjesë e tyre, për anshmëri politike. Ka pas vazhdimisht kritika, mendoj që është edhe e qartë, sepse zonja Osmani fillimisht është zgjedhur si deputete në listën e lëvizjes vetëvendosje, pra është një figurë politike, partijake, një eksponenti fort, nëse mund të them kështu, i rrethonave politike në Kosovë. Në situatën që jemi, mendoj që vendi ka nevojë për një personalitet konsensual. Jo rastisht edhe baballarët e kushtetutës sonë kanë para pa që nevojitet ma shumë se 61 votas. Spaku për të qëndruar në salë në raundin e parë dhe dytë. Kjo është me qëllim që të sigurohet një farë uniteti brenda parlamentit. Edhe ajo, po një farë që personi i përzgjedhur të gëzoj respekt apo të pranohet për një mase ma gjërë. Mendoj që Kosova ka pas një përvojt mirë me një presidente konsensuale apartijake. Mendoj që situata e tashme në cilën jemi është e tillë që neve na duhet një person i cili është përtej kornizave partijake, një person i cili gëzon reputacion të mirë në vend, i cili do të duhej me pas kredibilitet edhe në vend, po edhe jashtë, i cili do duhet të kishte një background akademik. Ne kemi profesor të mirë, kemi shkrimtar, kemi inxhinier, kemi mjek, mendoj të cilët do të munden me krye mirë këtë punë, dhe kjo gjithsesi do të siguronte një, nëse mund të them kështu, edhe një balancim të pushteteve, sepse nuk mendoj që edhe për demokracinë është mirë që tri pozitat kryesore me qenë nga një krah politik, sado që Vjosa Osmani mendoj që e ka një profil i cili dallon prej profilit të lëvizjes vetëvendosje. Mund të dilet për te këtij rrethi të kalkulimit politik, profesor, për zgjedhjen e një presidenti të ri, siç edhe propozoni ju? Një akademik, një fytyrë publike që përfaqëson vendin edhe në politikën e jashtme, por krijon unitet edhe brenda. Po thash që apo gjithmonë posti i presidentit është midis pazareve politike, të partive politike? Postit presidentit ju ka jep një çmim më i lartë se sa i pazareve thjeshta politike, sepse pazarët e thjeshta politike janë 61 vota, ndërsa posti i presidentit janë 80 ulëses, pako 80 deputet. Domthonë ka një çmim më të lartë edhe jo pa arsye. Domthonë arsyeja, siç thash më herët, ka qenë që të arrijë që të përzgjedhet një personalitet i cili gëzon respektin më të gjerë se sa të një shumicë thjeshtë parlamentarë, dhe në një situatë të tillë mendoj që partitë tona politike pas një viti veç zgjedhje kur pa nda ishte me dalë përtej kornizës së tyre partijake, përtej interesave tyre të ngushta dhe të vendosin interesat e shtetit para interesave partijake dhe vendit të ofrojë stabilitet përmes zgjedhjes së parë të institucioneve përfaqësuese, parlamentit, qeverisë, po mbi gjitha edhe presidentit, i cili do duhej një mënyrë të garantonte edhe një kontroll të brendshëm të pushteteve në vend. Bëhet qëllimisht kjo çështja se nuk deklarohen partitë politike për një president potencial. Deri më tash kemi vetëm Vjosa Osmanin, presidenten aktuale, që ka shprehur synimet e saj edhe për një mandat, por nuk ka propozime tjera, nuk ka ide të tjera, thjesht janë të rezervuar për përfaqësues të partive politike. Po më besoj që ata janë duke prit zhvillim në rrjedhës kronologjike, sepse gjithë ky proces e ka një rrjedhë, pra. Për të zgjedhur thash presidentja apo presidenti duhet me qenë kuvendi, konstituuar qeveria, formuar grupet parlamentare me pas një pasqyrë të mozaikut të kuvendit të Kosovës, ndërtimit brendshëm, dhe pastaj mendoj që vjen në radhë. Unë jam i sigurt që ata janë duke menduar, janë duke bërë kalkulime. Diskutimi publik megjithatë e sjell një farë fryme të konsolidimit se kush duhet të zgjedhet president, apo jo? Mendoj që diskutimi publik, opinioni publik mundet me ushtru presion mbi politikbërësit, mbi udhëheqësit e partive tona politike,
që vërtet të jenë ma fleksibel në këtë drejtim dhe, si që thash edhe më herët, të mendojnë ma shumë për interesa ma të gjonës se sa për interesat ngushta dhe vendit ma në fund të ofrojnë stabilitet dhe një president apo presidente e cila vërtet dhe ta gëzon të përkrahjen e një kategori ma të gjerë, nëse mund të them kështu, të partive politike, po pse jo edhe të opinionit publik në vend. Në ndajnë edhe rreth një muaj që kur rrjedha fati kushtetues, dhe thotë jemi në fund të muajit janar, pastaj në fillim të muajit shkurt duhet të zgjedhet presidenti i ri, me 4 deri me 5 maksimalisht. Mars. Po, mars. Dhe a mund të shkoj vendin e zgjedhje pa shmang shumë nëse kemi një zvarritje të tillë, hapa jo konkret? Tash formalisht edhe mund shkoj, natyrisht, nëse nuk ka vullnet politik për kompromis, vendi edhe mund shkoj, sepse nëse nuk kemi konstituimin e parlamentit, nëse nuk mund me zgjedh presidentin, pra janë 2 momente ku vendi me automatizëm pastaj shkon në zgjedhje. Por kam shpresën që klasa jonë politike do t'jetë në kryet të detyrës dhe do të arrijë një kompromis, sepse sado që zgjedhjet janë një instrument i rëndësishëm demokratik, përsëritja atyre vazhdueshme, posaçërisht se rezultati i bllokadave të vazhdueshme, ma shumë se sa zgjidhje, ma shumë se sa që ofron zgjidhje, ofron simptome të një krize më të thellë politike. Falenderoj shumë, profesor, për kohën. Ne sigurisht do të rishihemi këto ditë për këto çështje. Faleminderit shumë për mundësinë. Sepse janë në rrjedhë sipër. Pra, shikues të nderuar, përfunduam biseden me ligjëruesin e shkencave politike. Linjen e kaloi tek Loriku.